Ofensiva, po flasim për ofensivën e Ukrainës. Ofensiva ushtarake, Ukrainase. Po. Kanë sjellë armatime në periudhën e prillit 35 fluturime. Brenda një muaji. Ndërsa tashmë, nga data 2 prill deri me datë 20 prill, ka 25 fluturime të këtyre avionëve nga Shteti Bashkuar të Amerikës në bazën ushtarake BLAF për fluturimet e ardhur në bazën ushtarake në Poloni. Baza Reshkovë, e cila është në afërsi të Ukrainës dhe që përdoret për çuarjen e armatimit në Ukrainë. Pra kemi një grumullim të një sasie të madhe armatimi që korrespondon me 2 ofensivat e para të 2 viteve të kaluara. Pra po thua që kjo tregon që jemi përpara përgatitjes të një ofensive të tretë nga ana e Ukrainës, e cila do të mundsonte Ukrainën që në rast se do të merrte, unë nuk e di se ku do të ndodhi ofensiva, por gjë është e qartë që në zonën e Zaporizhës nuk mund ndodhi, për arsye se atje në këtë zonë rusët kanë diku të rreth 150.000 forca shtesë, pra përveç forcave që kanë atje në terren, kanë edhe 150.000 forca të tjera shtesë, që i kanë të gatshme në rezervë në atë rajon, pra është e pamundur që një ofensivë të ndërmerret këtu, të ndodhi këtu. Pra ose mund të merret në zonën e Donetskut ose do të merret sërish në territoret ruse, pra kryesisht drejt Belgorodit, për arsye se Kursku dhe pjesa e Sumit janë të blinduara zona e kufirit me diku të rreth 66.000 forca ushtarake ruse, të cilat kanë qenë gjatë ofensivës së Kurskut dhe mbledhur aty. Ndërsa pjesa e mbetet në zonën e Kharkivit, që është zona që është pothuajse pa blinduar, zona e Donbasut dhe e Luhanskut. Pra në këto territore mund të merret ofensiva dhe marrë eksa ofensive nga ana e Ukrainasit, në rast se ata do të arrijnë të merrin territor. Pra në këtë zonën këtu është e pamundur që të merret ofensivë. Për arsye se këtu ndodhen diku të rreth përveç forcave që janë diku të rreth 70.000-80.000 forca, janë edhe 120.000 forca në rezervë të gatshme. Në mbështetje të. Që janë në rezervë aktual, që janë në vitin e dytë ose në vitin e tretë, pra është e pamundur që ta çash këtë front. Nga ana ushtarake. Këtu në rast se do të ndërmerret këtu ka pasur, këtu është zona e Krinkit, ku është kjo quhet kalimi i Krinkit, dhe këtu ka pasur disa herë tentativa të ukrainasve për të kaluar, por kanë dështuar të gjitha, pra kanë qenë tentativa më të mëdha se tentativat e Kurskut dhe këto, për cilat seriozisht nuk është folur dhe është bërë një krim i madh në forcat ukrainase në këtë territor. Gjithë kjo ofensivë në zonën e Krinkit është drejtuar nga forcat angleze. Pra nga Special Aid Service të Anglisë, pra forcat speciale angleze kanë pasur për të çarë këtu në zonën e Kersonit. Këtu duhet kalojnë lumi i Dnjepër, pra është pak e vështirë për ta kaluar në këtë periudhë lumi i Dnjepër, sepse ka prurje në këtë moment lumi i Dnjepër, sepse është zona koha e pranverës dhe shkrirjet e borës e ngricat të gjitha tjerë kanë prurje. Pra, mund të ndodhi në këtë zonë e Donetskut, ku kryesisht kanë ecur, pra ka pasur rezistencë, pra kanë tentuar rusët të kalojnë në ofensivë në zonën e Pokrovskut dhe në këto, por kanë hasur rezistencë të forcave ukrainase, pra duke pasur një rezistencë forcave ukrainase, kjo mund të përforcohet dhe të thyej ose në këtë zonën këtu, ose në zonën e Belgorodit ku ngarkuar. Kjo zona e Kurskut ishim. Kjo është totalisht e blinduar, kurse kjo zona këtu nuk është edhe aq e blinduar, pra mund të tentohet në këtë zona për të hyrë. Pra nga këtu deri këtu. Është komplet kjo vija e kufirit që është diku të rreth 800 kilometra, vi kufiri. Pra po përgatitet një ofensiv që mund ardhja e këtij armatimi i cili ardhja e këtij sasi armatimi në këtë kohë që përngjet me të njëjtën sasi armatimi me të njëjtën kohë në 2 vitet e kaluara dhe patëm një ofensiv në 2 vitet e kaluara, sërish tregon që do të kemi sërish një ofensivë të re nga ana e Ukrainës dhe bërja e kësaj ofensive nga ana e Ukrainës me tentohet që të zihet territor, pra ose të merret territor brenda Ukrainës ose të merret territor brenda Rusisë dhe pastaj të përdoret si një kartë pastaj nga Shtetet Bashkuara të Amerikës në këtë bisedimet me Rusinë. Pra jemi po bën ndërmjetësit. Dhe prandaj Shtetet Bashkuara të Amerikës ju duhet të fitojnë kohë në këtë pjesë, pra ju duhet të fitojnë kohë dhe kemi një problem tjetër. Pse ju duhet të fitojnë kohë? Sepse në fund të prillit, javës që vjen bëhet 100 ditë i ardhes në pushtet të Trumpit. Dhe zakonisht në Shtetet Bashkuara të Amerikës sukseset e një qeverisje maten me 100 ditën e para. Dhe duke qenë se në 100 ditë e para do t'i kërkohet llogari pra Trumpit për çështjen e Ukrainës, pra për çështjen e paqes në Ukrainë që të vendosje paqen, ai nuk ka arritur, atëherë ai thotë që tentativat e mëdha është Ukraina ajo e cila nuk po pranon, pra ne kemi ofruar një herë, 2 herë, dhe sërish nuk po afron. Nuk po pranon. Ashtu është. Atë ka deklaruar. Po, dhe për këtë arsye, mospranimi i Ukrainës i duhet Trumpit për të justifikuar 100 ditëshin, pra mos arritjen e kësaj brenda 100 ditësit. Dhe kjo mospranimi i Ukrainës është në bashkëpunim me Trumpin, pra në bashkëpunim me Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra Zelenski po sakrifon vetveten normalisht, publikisht. Sepse nga ana tjetër nuk po sakrifon, pra normalisht që Zelenski ka pranuar të lozë këtë lojë për nevojat e Trumpit
Dhe të administratës amerikane normalisht që ka kërkuar këtë, pra sasinë e armatimit të mos i ndalojë dhe të jepet gjithë sasi armatimit e nevojshme që është. Pra, Zelenski po përfiton armatimet, Trumpi po përfiton politikisht, pra mundësinë politike për të mbijetuar politikisht. Mos justifikoj njëri llogaritë. Jo, të justifikoj llogaritjen e këtyre 100 ditëve. Dhe plus kemi në këtë, dhe kjo që themun e përforcon edhe letra që ka drejtuar para 3 ditësh ambasadori i Ukrainas në Kombet e Bashkuara. Është një gjë jashtë një koncepti diplomatik nuk ka ndodhur ndonjëherë, pra ambasadori i Ukrainës Kombet e Bashkuara i dërgon një letër të hapur qeverisë gjermane, pra Friedrich Merzit, ku i kërkon që 30% e gjithë armatimit, municionit, mjeteve që posedon ushtria gjermane, t'ja japi Ukrainës. Është një kërkesë. Dhe e dyta i thotë që të miratoni me ligj që 0.5% e buxhetit e GDP-s të Gjermanisë t'i jepet Ukrainës deri në vitin 2030, pra për çdo vit. Dhe të ngrinin në G7, që të gjitha vendet e G7-s dhe t'i bëhet me detyrim edhe Evropës, të gjitha vendet evropiane t'i japin 0.5% të buxhetit të tyre, t'ia dedikojnë Ukrainës. Për të mbajtur frontin e Ukrainës. Për të mbajtur frontin e Ukrainës në këtë mënyrë. Pra, aktualisht në disa aspekte ushtria gjermane e ka ezauruar 30% e saj, jo në të gjitha forcat armatose, jo në të gjithë armat e saj, po në disa. Tashmë në rast se ti ndodh edhe kjo tjetër, pra një presion i madh ndaj Gjermanisë. Pra kjo i bie që thën shkurt që Gjermania duhet futet në luftë me Rusinë për shkak të Ukrainës. Nisur nga kjo. Po, dhe i kërkon eksplicitivisht edhe 150 Taurusët, pra nga 500 copë, nga 600 raketa Taurus që ka gjithsej. Gjermania 150 janë në gjendje luftë, në gjendje gatishmëri. SBA-ja se kishin ca dhëna. Këtu është SBA-ja nuk i bllokon dot, sepse ato janë prodhim gjerman, nuk i bllokon dot. Dhe ai kërkon dhe çfarë ka bërë? Kjo kërkesë ka nxjerrë edhe në pas se sa raketa të gatshme ka Gjermania. Dhe i thotë 150 raketat Taurus janë të gatshme të na jepni më herë. Pra Gjermania ka vetëm 150 raketa Taurus për momentin të gatshme. Po. Në gjendje. Në gjendje. Të tjerat i ka copa, pra nuk i ka. Duhet ribër, duhet rikalibruar, pra ka një proces tjetër shumë të madh. Dhe ky presion i bërë publik tashmë, po vetëm Gjermanisë. Dhe jo vendeve të tjera, pse? Sepse Anglia dhe Franca kanë pranuar të çojnë trupa. Gjermania është vendi i cili nuk ka pranuar të çojë trupa. Pra nuk i është bashkangjitur këtij koalicioni të vullnetarëve. Ka thënë ne japim armatime, municione, po nuk çojmë trupa. Dhe nuk është ftuar të marrë pjesë në Londër. Në Londër. Dhe tashmë anglezët, amerikanët dhe francezët çfarë bëjnë? Nxjerrin ambasadorin e Ukrainës në OKB dhe i bën presion diplomatik Gjermanisë se na jep me juve 30% armatimit. Pra nuk i thotë Evropës na jep me juve 30% armatimit, po i thotë vetëm Gjermanisë, pra me që nuk po sjell trupa, me që nuk po ndërhyn. Pra shikoni lojën që po lozin. Po, dakord jam. Po, Dritan, se do i kthehemi prapë kësaj, po do doja shumë edhe të sqaroja për opinionin publik këtë ofertën, planin e paqes, domethënë tashmë që ka dalë. Njoja e Krimes. Siç e thash, njoja e Krimes është një avantazh. Krimea nuk përbën pra e njohëm se njohëm Krimen, ajo vazhdon të jetë nën kontrollin de facto të Rusisë, pra nuk ja heq kush, nuk ka shu kush, nuk ja merr dot kush. Njoja e Krimes ligjërisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk bëhet për t'i bërë një nder Rusisë, por bëhet që Shtetet e Bashkuara të Amerikës t'i bëjnë nder vetes, për arsye se në territoret rreth Krimes, në territoret ujore, është bërë një marrëveshje paraprake gojore midis palëve që do t'i jepet e drejta disa kompanive amerikane që të çpojnë dhe të kërkojnë për naftë, sepse ka, pra është bërë një studim që rezulton që ka gaz në këtë territor, rusët nuk kanë shpuar dhe rusët tashmë ju kanë ofruar amerikanëve, pra që në rast se ju na njihni si territor rus, neve ju japim juve të drejtën, sepse vetëm në këtë mënyrë mundet amerikanët të ndërhyjnë për të shpuar. Sepse për sa kohë nuk njihet si territor legjitim i Rusisë, pra duhet ta njohë si territor legjitim i Rusisë, një shtet, ti mund të çosh, po që të jap të drejtën për të shpuar në këtë territor. Pra, sërish amerikanët po shohin vetëm mënyrën e përfitimit të tyre në këtë rast. Pra e kanë futur Krimen vetëm për këtë arsye, sepse Krimea nuk është fare në këtë. Pra Krimea s'duhet ishte hiç në këtë aspekt. Është futur vetëm për këtë arsye. Është futur vetëm për këtë arsye, për përfitim ekonomik të amerikanëve, sepse duan patjetër që të çpojnë, të vinë me kompanitë të tyre dhe të çpojnë për nxjerrje gazi aty, por duhet të marrin leje. Aktualisht lejen në rast se Ukraina ju jep leje, ato nuk e bëjnë dot sepse ky është territor që kontrollohet nga rusët. Pra rusët nuk e njohin atë leje të ukrainasve. Pra duhet ta njohin
ati që e kanë në posedim dhe pastaj të hynë. Kjo e Krimes ishte më shumë, paktën me Washington Post këtë thoshte. Ideja që Zelenski, Witkoff dhe Rubio refuzuan të merrnin pjesë në Londër ishte për shkak Krimes. Ju cënohet interesi ekonomik i tyre i jashtëm, pra. Thjesht lidhet me këtë. Vetëm me këtë. Pra vetëm me këtë, dhe vetëm për këtë arsye e kanë futur Krimen në këtë, sepse Krimea nuk ka qenë deri më sot në këtë. Nuk ka qenë në diskutim. Nuk ka qenë në diskutim Krimea. Dhe kemi pas atë debatin midis Zelenski dhe Trump. Krimea s'ka qenë në diskutim. Dhe shfutur Krimea vetëm për këtë arsye. Pra, shikoni, edhe rusët janë duke lozur, pra rusët i ofrojnë amerikanëve që të drejta ekskluzive për të çpuar për gaz në territorin e Krimes, në territorin ujore rreth Krimes, dhe amerikanët e hanë. Pra, rusët po e bëjnë këtë, edhe rusët po e bëjnë për të fituar kohë, duke ditur që një njohje e tillë legjitime pra do të sillte komplet gjëra të tjera, do të sillte komplet ndryshime të mëdha në arkitektonikën, në këtë arkitekturën komplet të sigurisë globale, pra kjo njohje e këtij territori, kemi parasysh në rast se Shtetet Bashkuara të Amerikës do njihnin këtë territor. Po. Dhe kemi një gjë që Shtetet Bashkuara të Amerikës kemi një thyrje të saj, pra në rast se Shtetet Bashkuara të Amerikës, siç e kanë deklaruar tashmë në këtë fund që do ta njihnin këtë territor dhe po e njohin vetëm për arsye ekonomike. Kjo do të sillte probleme të mëdha. Sepse në rast se të duhet i kërkonin Rusisë edhe njohjen e territoreve të tjera që janë shkëputur në këtë mënyrë. Pra siç është Kosova, pra duhet i kërkoni edhe njohjen e Kosovës Republik. Pra unë po ta njoh këtë territor dhe ti duhet njohësh Kosovën Republik, pra ta njohësh. A kalojmë në këto nivele. Pra, në rast se nuk ndërhyhet në këtë pikë, dhe unë them që diplomacia jonë, që nuk ekziston fare, dhe diplomacia e Kosovës, e cila edhe ajo pothuajse nuk ekziston fare, duhet sot të përfitojë nga kjo. Pra duke qenë se ka dalë tashmë publikisht çështja e Krimes, duhet që Kosova dhe Shqipëria t'i kërkojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës që të fusin në këtë në këmbim të kësaj pra të njëjtat e Kosovës. Pra në rast se juve po e fusi, pra nuk e kemi futur neve, e kanë futur vetë amerikanët Krimen, pra nuk po i kërkojmë neve, pra duke qenë se amerikanët e kanë futur në lojë Krimen, njohin e Krimes vetëm për interesat e tyre ekonomike, atëherë ty kërkojmë që ta fusin edhe këtë. Pra në rast se neve ju njohim Krimen, okay, juve përveç do na jepni këto drejtat ekskluzive të kërkimit, të shpimit, duhet edhe të juve të njihni njëkohësisht edhe Kosovën që është largimi i tillë, sepse para 2 javësh Putini deklaroi që nëse mbani mend deklaroi për një qeveri të OKB-s dhe ku u mbështet? U mbështet te qeveria e OKB-s në Kosovë, e përcakton qartësisht. Sa me të njëjtin model dhe me të njëjtin vendim, pra të përafërt siç u vendos për qeverinë e OKB-s në ish Jugosllavi, në vendet e ish Jugosllavisë. Pra nuk e përmendi specifikisht Kosovë, Bosnjë, po në vendet e ish Jugosllavisë, po në këto 2 vende ka pasur qeveri të OKB-s, në Bosnjë dhe në Kosovë. Pra, ai referohet kësaj. Për sa kohë referohet edhe ne duhet ta shfrytëzojmë. Okej, në rast se ti do kështu, atëherë edhe ne duam të përfitojmë, sepse këtu do lëvizi pra çështja e sigurisë globale do diskutohet. Duhet të përfitojmë. Në rast se nuk përfitojmë edhe në këtë rast, ne do të kemi probleme. Pra, në rast se neve ecim akoma që jo sepse kjo i shkon për shtat atij. Po normalisht që këtu kemi politikë secili do bëj atë që i shkon për shtat. Pra në rast se atij shkon për shtat, edhe mua më shkon për shtat, ky është përfitim dypalësh. I vetmi që e sjell në debatin publik të drita, ndërkohë që diskutohet kjo çështja e njohjes së Krimes nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, a duhet apo jo të përfitojnë shqiptarët nga kjo histori me Kosovën. Ndërkohë, Dritan, ndërkohë që kemi patur këto, ajo që më bëri përshtypje është që Rubio edhe apo të paktën në Londër, Zelenski u shpreh i prerë për sa i përket Krimes dhe jo vendeve të tjera të pushtuara nga Rusia. Ndërkohë kemi pasur Klitschkon dhe zëra brenda Ukrainës që flasin që për ta lidhur një paqe duhet lëshojmë edhe territore. Në çpik jemi për sa i përket, thash vazhdojmë mbetemi tek plani për paqe. Çështja e Krimes është një çështje për cilën Zelenski këtu në këtë mes është i nxitur nga anglezët kryesisht dhe nga francezët, të cilët kanë interesa të tyre në bazat ushtarake që ndodhen në Krime. Pra kanë interesa në detin e Zi. Po, sidomos anglezët. Kërkojnë kontrollin e detit Zi, sidomos anglezët. Pra në rast se Shtetet Bashkuara të Amerikës e njohin, pra ja legjitimojnë marrëveshje dypalëshe, pra unë e njoh si territor tëndin, automatikisht gjithë ky territori rreth ujor legjitimohet si territor i Rusisë. Dhe është e pamundur të navigohet pastaj çdo vend tjetër pa leje të Rusisë. Pra, sot to janë ujëra të kontestueshme, nesër nuk do të jenë të kontestueshme, pra. Është e tillë. Dhe mbaron kemi pra, kemi një problem dhe e dyta kemi një problem sepse në rast se ti legjitimon sot këtë. Pra, automatikisht i jep një bazë qëndrimi për territoret e tjera të cilat i ka marrë dhe menjëherë pasaj
kemi një deklaratë të Peskovit. Dhe deklarata e Peskovit kësaj radhe ishte një deklaratë pra e zëdhënësit të Kremlinit. Ishte për herë të parë në këto 3 vite, në këto 4 vite, Peskovi drejtohet komplet të territori si Nova Rosia. Pra deri më përpara, në rast se kemi të gjitha deklaratat e tij kanë qenë për territoret e aneksuara si në bazë të referendumeve të bëra me datë kaq. Kurse sot nuk thot më për këtë. Po deklaratën që bëri pas kësaj deklarate të Zelenskit, tha që neve nuk heqim dorë dhe nuk kemi të reqim mbrapa nga territoret e Nova Rosias. Po Nova Rosia nuk përfshin vetëm këto 4 vende që këta kanë marrë. Nova Rosia përfshinte edhe Kharkivin, edhe Chernivin, pra Nova Rosia shtrijej përfshinte Odesën, Mikolajevin, Zaporizhen, Pokrovskin, Kupianskun, Kharkivin, Sumin dhe Chernivin këtu. Kjo ishte Nova Rosia e gjitha, që shtrijej kështu. Ne nuk heqim dorë nga Nova Rosia. Dhe u quajt Nova Rosia sepse Katerina e Madhe Rusis, kur ja mori perandorisë osmane, gjithë territor e quajti Nova Rosia. Dhe kjo quhet Nova Rosia. Pra, deri më tash nuk ishte referuar asnjëherë si Nova Rosia, zëdhënësi i Kremlinit me deklaratë zyrtare. Për herë të parë, i referohet si Nova Rosia. Pra, kjo do të thotë që nuk heqim dorë nga Nova Rosia dhe ajo do bëhet e Rusisë sërish, do të thotë që edhe Odesa edhe Mikolev do të kalojnë aty. Pra, ata do luftojnë derisa të marrin Odesën, ajo që kemi diskutuar më parë. Pra, fitore për ta është marrja e Odesës, nuk është marrja e këtyre territoreve. Po edhe në Odesa, futen si marrën e Odesës, hyn këtu, po morën Odesën, kjo pjesë, shikoj Odesa. Nga kjo pjesa këtu që shihni, kjo pjesa këtej e Odesës, kjo quhet Besarabia. Po. Dhe kjo Besarabia përfshin edhe gjysmë kjo territori që shihni këtu, kjo është territori i Moldavisë, por këtu është Transnistria. Dhe gjysma e Transnistrias është Besarabi. Kjo Besarabia e cila diku në 42-shin, në 41-shin gjermanët ja dhanë rumunëve. E qartë. Dhe aktualisht ka shumë rumunë në këtë, për arsye se rumunët kur e morën në 41-shin çfarë bën? Ishte një territor i banuar me hebrej. Dhe rumunët, duke qenë se ishin pjesë e boshtit nazifashist, bashkë me ukrainasët i masakruan hebrejt. Dhe e boshatisën këtë territor dhe e mbushën me rumun. Me rumun, e qartë. Dhe sot pretendojnë që është i tyre. E qartë, Dritan. Po, me që po shkojmë të këto deklaratat e secilit, kemi këtë Ministrin e Mbrojtjes, Shoigu, i cili thotë që Moska po monitoron me kujdes përgatitjet ushtarake të Europës. Dhe flet për bombën bërthamore si një opsion, domethënë në rast se do kemi ato që paremon Franca dhe Britania, vendosjen me trupa në ato territore. Shiko, kemi një... Po, kjo është New Russia. Po. Kemi një problem. Ish ministri i mbrojtjes Shoigu është aktualisht kryetari i Komisionit të Mbrojtjes, Komitetit të Mbrojtjes të Sigurisë në Rusi. Deklarata e tij është më tepër deklaratë presioni politike. Aktualisht Evropa dhe gjithë Evropa, pra Anglia, Franca, Gjermania, përveç retorikës tyre luftnxitëse dhe retorikës tyre të armatosjes, aktualisht në terren nuk ka asnjë lloj veprimtarie konkrete për armatosje të këtyre vendeve. Jemi vetëm te retorika. Për momentin jemi vetëm te retorika. Ato nuk kanë bërë asnjë hap në drejtim për arsye se ju mungojnë parat. Pra çështja atyre parave që kanë deklaruar, pra që duhet diku të rreth 860 milion dollar, pra 800.000 euro, që ato kanë vendosur të harxojnë për këtë, për momentin nuk i kanë. Pra nuk i kanë ato para. E qartë. Dhe duke mos i pasur ato para, është pak e vështirë për të shkuar në këtë armatosje. Plus që armatosja e Evropës është komplet një proces tjetër i cili kërkon besoj një diskutim tjetër më të madh, për arsye se shumë vende prodhojnë armatim. Pra prodhon Anglia, prodhon Franca, prodhon Italia, prodhon Gjermania, prodhon Holanda, prodhon Belgjika, prodhon Spanja, gjitha kanë prodhime të tyre ushtarake. Dhe pavarësisht se janë në kuadër të NATO-s, pavarësisht se janë vendet e Bashkimit Evropian, anëtarët e Bashkimit Evropian, nuk kanë një unifikim të prodhimit ushtarak. Pra secila prodhon modelin e vet. Dhe në rast se ta zëm topat e artillerisë, pra, që ne vëzhgojmë topat e artillerisë, të cilët kanë dalë në pagë gjatë luftës në Ukrainë, ta topat e artillerisë. Predha e topit të artillerisë që përdor Italia nuk i bën predhës topit të artillerisë që përdor Franca, pavarësisht se është e njëjti sasi, pra e njëjti 155 mm. Nuk i bën. Po ashtu ajo që përdor Franca nuk i bën Spanjës. Po. Ajo që përdor Anglia nuk i bën Italisë. Pra, ky është pra nuk kemi unifikuar prodhimin.
Dhe që të unifikosh prodhimin duhet të unifikosh edhe doktrinën pra. Për momentin nuk kemi asnjë doktrinë dhe nuk kemi as unifikim. Pra është dhënë që secili të prodhoj. Pra edhe në rast se do të prodhoj, kjo nuk do të sjellë asgjë. Pra nuk mund të sjellë një rrezik në atë. Por deklaratat e Shoigu janë deklarata presioni politik që shikon neve në çdo kohë, në rast se juve